Unë them ta nisim me publikun së pari. Po. Për të bërë një A bëjmë diferencë në mënyrë? E bëj gjithmonë. Cili është publiku që e do më shumë artin edhe kulturën? Kosova e do në një mënyrë të frikshme artistën e vet. Apo edhe qoftë artistin e huaj. Po flasim e huaj, po ndajmë territorin tani. Nuk e kanë të vështirë të përqafojnë, të ngrisin, se unë ngritjen nga Kosova e mora. Dhe me thënë, 4 vjet audicione këtu dhe nuk fitova as gjë kundi, dhe kur e shifja kush fitoj, më vinte keq për veten. Zhgënjehesha me veten. Dhe ja po prit pak. Pse? Dhe në rastin më të parë kur më dha mundësia të jem pjesë e një projekti siç ishte seriali Osamir, unë mbas një muaji nuk njihja veten. Do të thënë fama më erdhi kokës. Ai ishte një serial që ka bërë një famë të jashtëzakonshme. Më goditi realisht për zemërsia, dashuria. Do të thënë fëmijët edhe sot e kësaj dite kur shkojmë në një qendër tregtare, njerëzit që më ndalojnë me dashamirësi, ti përmendin të gjitha projekte që ke bërë, të kam ndjekur ndërkohë ti dinë edhe intervista, do të thënë janë njerëz realisht që të kanë ndjekur, se ti përmendin disa gjëra, jo vetëm hajt se të kanë parë në televizor. Edhe kurse këtu shoh një ngurrim për të buzëqeshur, për të thënë një sy, një bombastik side-eye ta japin edhe se për momentin nuk bëjnë lidhje se në televizion dukesh një gjë tjetër, në jetë dukesh një gjë tjetër. Do të thënë praktikisht Ariola me televizionit me Ariolën jetë reale, sikur s'kan lidhje shumë. Aty duke më e madhe, më e vjetër, më e rëndë. Ku di gjë unë? Edhe se po flas pak si shumë për veten, po bëj krahasimin që do të thënë jo të gjithë ata që më takojnë rrugës më njohin me herën e parë. Do të thënë thonë, ku të kam parë? Pastaj mendohen edhe po ata e kanë, do të thënë, qoftë i vogël, qoftë i madh, në kuptimin që ka pas edhe nëna që kanë ardhur dhe kanë bërë foto me mua se dua shumë të putin, të përqafojnë, ta shprehin dashurinë në një mënyrë sikur të kanë të familjes. Në Shqipëri ndodh më rrallë vlerësimi se u bë kjo, është gjithmonë kjo se u bë kjo, nga erdhi kjo, ku mbiu kjo. Dhe me thënë, është kjo paragjykimi. Të lëndon kjo? Jo, nuk më lëndon mua, po dhe me thënë, më duket e çuditshme se nuk di se ta them tani ta përkufizoj mirë, se mos nuk dua të lëndoj njerëz. Edhe po më duken pak të vrazhd. Nuk e kuptoj pse. Se ne, do me thënë, të gjithë produktivitetin tim si njeri, po flas si artiste, unë e jap, e lëshoj qoftë në intervista, qoftë në projekte që bëj, e lëshoj për publikun, që publiku të më kuptoj më mirë, që publiku të më vlerësoj më mirë, që publiku të më doj. Jo se është jetësore që publiku të më doj me patjetër, se unë njësoj jetoj, po e di si është ndonjëherë puna me personazhet publik, artist, çfarë do lloj fushe. Është gjithmonë si ajo puna e atij profesorit të keq të gjimnazit, që ta ka nxi jetën 3 vite dhe ti edhe gjithë klasa e keni urryer. Dhe pastaj pas sa kohësh kur e kujton pse e ka bërë atë, po në rastin tuaj do të jetë kur e njeh personalisht, thua, po që kishte të drejtë, po që s'pas ka qenë vërtet kështu. Dhe kam përshtypjen e njëjta gjë ndodhet edhe me artistët, nga që ndërtojnë një imazh televiziv për publikun, ai ndahet mes dy ekstremeve, ose do t'i doj, ose do t'i urrej. Kurse kur i njeh dhe ti arrin ti paragjykosh pa i njohur ende, pa ditur se si janë si personazhe, si njerëz të përditshëm. Unë e them gjithmonë, i referohem një prallë që e kam lexuar shumë herët, ku 3 vëllezër po gërmonin, edhe kalon një kalimtar aty dhe thot, këta po varrosin dikë. Kalon kalimtari i dytë dhe thot, aty duhet të ketë, thot, ndonjë qyp me flori. Edhe kalon një i tretë dhe thot që nuk e di eksakt se ç'a thot, po e thot një gjë tjetër. Dhe mendoj që perceptimi i çdo personazhit është sipas karakterit dhe ndjesive të tua. Do të thënë, gjithë secili na mendon dhe na projekton në mënyrën se si mendon vetë. Se plus minus ky personazh jam, ose plus minus ky personazh je ti. Do të thënë, unë nuk e di që kam bërë një punë që t'ju thyej zemrën shqiptarëve dhe thonë këtë nuk e prisim nga Ariola.
Tani ças kemi dëgjuar. Dhe po ças dëgjojmë për veten, po inshallah o Zot Nga amin. media, sidomos. O Zot inshallah amin bëhen realitet ato që mendojnë të tjerët për ne. Nga media sidomos vijnë këto gjërat. Po, sepse ne priremi të lexojmë, nuk priremi të shohim thellësisht në atë çfarë shkruhet. Titulli është një gjë shumë e ndyrë. Vazhdoj ta potencoj këtë, që ne vëjmë tituj skandaloz dhe kur e lexon materialin brenda s'ka të bëj fare me titullin. Po dhe njerëzit do rriten ku diu. Po, dhe njerëzit lexojnë vetëm titullin dhe të jetë titulli. Ama materiali brenda qëndron aty në heshtje. Heshtje varr. Duhen edhe klikimet. Po edhe klikimet, po jo mbi kurizin e tjetrit. Duhen klikimet, por përderisa nuk kemi ligjet e forta në Shqipëri, kështu do vazhdoj për një kohë të gjatë. Shpesh, për shembull, e bëj këtë dialog me veten, monolog më saktë, që kur shoh këto titujt, u nda filani me filanën. Po ç'më duhet mua? Shiko, se duhet të përbëj interes jeta personale. Përbën interes sepse showbizi roz ushqen jo vetëm i Shqipërisë, po flasim edhe ai i Hollywoodit. Shet. Po patjetër shet. Kjo gjëja shet. Po kjo gjëja të mban në treg. Po kemi çifte pafund, po kemi aktor pafund që nga hiçi nxjerrin një histori vetëm për të qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes, dhe kjo është strategji e artistëve, jo vetëm të Shqipërisë, por mbar botës, që bëjnë gjëra për të qenë në qendër vëmendjes, që mos të humbas fokusin ndaj tyre, ndaj projekteve që nxjerrin, ndaj muzikës apo çfarë do lloj produkti tjetër qoftë ai artistik. E ke prekur ndonjëherë këtë pikë në jetën tënde? Që të të kesh shfrytzuar një histori personale për të rrëmbyer vëmendjen? Jo. Asnjëherë. Asnjëherë. Domethënë, për sa i përket Ariolës, kështu tituj për t'i përdorur për të qenë në qendër të vëmendjes, jo. Unë jo më kohë ta përmenda median, sepse ne po flisnim për Kosovën, për krahasimin midis mjedisit në mediatik dhe artistik në Shqipëri dhe në Kosovë. Për të ardhur tek pjesa e medias, ti muajt e fundit ke qenë e pranishme në RTV 21 në Kosovë me atë emisionin mjaft të këndshëm. Unë kam ndjekur edhe për kuriozitet disa puntata. 21 grad. Isha e ftuar sepse thash kam pas edhe bashkëpunime të tjera me televizionin 21. Edhe thash, okay, po shkoj ta mas veten ku jam me publikun e Kosovës. Edhe realisht jam shumë e lumtur, e gëzuar që në të katërta anët në Kosovë është ndjekur emisioni, edhe më kanë shkruar pafund se ky target grupi që po flas unë janë prindrit tanë, janë më të rritur, janë një brez pak më i rritur që televizionin e kanë pronë të vetën, që nuk e lëshojnë pultin. Edhe domethënë kam marrë përgëzime dhe shoqet kur i merr janë telefon tezet e tyra, po të kam parë, do të ndjek, ja sonte mezi po pres të shoh. E pash edhe në klikueshmëri, edhe në interes që ka pasur publiku. Ka pasur goxha. Po, ka pasur një interes edhe... Ti the për pranimin në aspektin artistik, po në aspektin mediatik, disa krahasime midis Kosovës edhe Shqipërisë. A është botë e egër televizioni në Shqipëri? Ose edhe në Kosovë. Në Shqipëri, edhe në Kosovë ekziston e njëjta gjë, që është i egër. Por në tregun e Kosovës do doja që të futeshin pak më shumë gazetarë të mirëfillt, qoftë ata në prezantim, qoftë ata në të shkruar, jo se s'janë, por do doja shumë më shumë profesionalizëm, sepse ata janë shumë punëtor, televizionet kanë pafund, kanë shumë televizione dhe të gjitha televizionet kanë programet e tyre dhe ndiqen nga të tërë. Kjo i mungon pak që të ketë vajza me një shprehi edhe oratori pak më të shpejt, sepse këtë e kërkon media, e kërkon edhe televizioni edhe radioja, edhe po, kjo. Është e vërtet. Supozojmë se mund të vazhdosh. Vazhdo, të lutem. Jo, do doja. Meqense ma bëra atë komplimentin që jam i ëmbël edhe unë. Po të hajde. Sot kemi zgjedhur paqen të dy. Nuk kemi kaq paqësor gjithmonë, Ariola. Kam përshtypjen që është katalizatori i paqes. Shiko,
po. Është katalizatori i paqes. Unë kurikat e 21-shi më rrinte graniti kështu si çuni mirë dhe unë gjithmonë që po e gjuaj edhe më tret mami, "Moj çka ke me djalin?" Tha se po del shumë tuar, tha, po del shumë keq vërtet, tha, s'ka bëu as i gjoj. Edhe unë që i them, ore, do bëjmë një strategji, thash, se ti s'po ma kap strategjin. Do bëhemi, thash, sikur jemi pole të kundërta. Unë po bëj personazhin negativ, ti vazhdo bëje personazhin pozitiv. Po, kështu është larmërishmëria e programit. Njëri të jetë pozitiv, tjetri të jetë pak më pikant. Edhe ne përpiqemi kështu të Përpiqemi. Ndonjëherë na shket situata, po. Mua më ngacmoni sa të doni jam e hapur, nuk Ke një letër të bardhë, të jepet një stilolaps për të shkruar 3 gjëra që të karakterizojnë ty, me cilat ti do ta lidhje imazhin tënd si Ariol. Çfarë do shkruaj? Po e theksova, jam njeri shumë i dashur, shumë i sinqert edhe kam ekstremin pastaj që nuk kthehem, nuk bëhem më as e mirë as e dashur. Cili është vesi yt më i keq? Vesi i më i keq cigarja. Okej, po tenton ta lësh. Ky është më i keqi që kam. S'kam vese të tjera. Vese kështu paçin gjithë, domethënë, të kenë vetëm cigaren. Po vetëm cigaren kam, se nuk jam ndonjë alkooldash e madhe. Lëndët narkotike jo kurr në botë. Do të them jam shumë ekstremiste në këtë pjesë, edhe kur ju them fëmijëve të mi, alkool, drog dhe cigare kurr. Kështu e prer. Këto 3 gjëra mos mi bëni, të tjera të bëjni të gjitha. Dgjoj, ç'a ndodhi me atë shtëpinë? Atë shtëpinë që bë e madhe ajo shtëpia. O zot, më pëlqen fakti që jam akoma në qendër të vëmendjes për shtëpinë. Për shtëpinë e kam thënë, erithem, e kam marrur, edhe e kam marrë. Është e imja. Është një pronë dhe është e imja. Dhe ma kanë dhënë. Ku ka më mirë? Me këtë treg të vështirë që është bërë këtu. Po me këtë treg të vështirë që është bërë, vallahi as cepën e banjës nuk do mund ta blija.